Kryeministri Albin Kurti të enjtën nisi zyrtarisht mandatin e tretë qeveritar, por kabinetit jashtoi edhe disa ministri të tjera nga sa kishte në qeverinë e kaluar. Pjesë e kabinetit të ri janë shumë emra që edhe në të kaluar mbajtën poste ekzekutive, teksa disa ndërruan dikasteret e disa të tjerë morën poste për herë të parë. Ministrat si Kuran Murati, Artan Rizvanolli, Xhelal Sveçla, Arben Vitia, Ejup Maqedonci, Elbert Krasniqi e Nenad Rashiq u lanë ministrit që udhëhoqën në qeverinë paraprake. Numri 2 të vetëvendosjes Glauku Njufses ju besua Ministria e Punëve të Jashtme dhe posti i zëvendës kryeministrit të parë, pozitë që deri tash mbajti Donika Gërvalla, e cila doli në Ministrinë e Drejtësisë. Dikasterin ndroi edhe Hajrullah Qeku që tash tutje do drejtojë Ministrinë e Arsimit. E kultura e turizmi u besuan Saranda Bogujevcit, krahas Blerim Gashanit që do drejtojë Ministrinë për Rini e Sport. Në Ministrinë e Infrastrukturës u vendos Dimal Basha, ndërkaq në atë të mjedisit e planifikimit hapësinor Fitore Pacolli. Ministriu dha dhe Andin Hotit që këtë mandat do ta drejtojë Ministrinë për Punë, Familje e Vlera të Luftës. I ri si ministër do të jetë edhe Lulzon Jagzhiu që do drejtojë Ministrinë e Digitalizimit dhe Administratës Publike. Në ndërkohë Mimoza Kusari do të jetë ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë e Inovacionit. Me bujqësi, pyllëtarie e zhvillim rural do të merret Armend Muja, ndërkaq Rasim Demiri në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Por para se kryeministri të propozonte kabinetin e ri qeveritar në ekspozen para deputetëve, listoi disa nga premtimet që synon t'i përmbush gjatë mandatit. Do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të ri, do të shumëfishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë fabrikën e municionit, do të zhvillojmë industrinë ushtarake të Kosovës. Në fokus se do të jetë edhe drejtësia. Do të vazhdoj lufta kundër korrupsionit dhe ligji do të zbatohet pa frikë dhe pa favore gjithandej Republikës. Kryeministri Kurti ndër të tjera premtoi edhe investime në sektorin e energjisë, reformë në arsim, mbështetje për bujqësinë e rritje të pagës mesatare.